Ditë historike për shqiptarët e Malit të Zi. Prekse të hënë e flamurit shqiptar do të valvitet në konsulatën shqiptare të hapur në Ulqin, të cilën ministri i jashtëm Igli Hasani quajti zërin e shqiptarëve në shtetin fqinj. Konsulata është një copë Shqipërie këtu në Ulqin. Konsuli i përgjithshëm zoti Arben Doçi do t'jetë zëri dhe mbështetja juaj. Hapja e konsulatës shqiptare në Ulqin nuk është thjesht një akt diplomatik, nuk është thjesht një akt simbolik, por një investim në marrëdhëniet tona dypalçe, një dritare re bashkëpunimi dhe mbi të gjitha një shprehje konkrete i kujdesit dhe mbështetjes së Republikës Shqipërisë për komunitetin shqiptar në Mal të Zi. Të drejtat e bashkëkombësve që jetojnë përtej kufive janë prioritet kombëtar, tha ministri Hasani, i pranishëm në inaugurimin e konsulatës. Për ne, shqiptarët kudo që jetojnë janë pjesë e të njëjtës familje. Ne ndjekim me përkujdes dhe kushtim të veçantë zhvillimin dhe mirëqenien e shqiptarëve në Mal të Zi. Përfaqësimi, denjë, ruajtja e identitetit dhe avancimi të drejtave tuaja është jo vetëm një prioritet kombëtar, por edhe një element thelbësor i marrëdhënieve tona me Malin e Zi. Në kuadër të vizitës në Ulqin, ministri Hasani zhvilloi një takim me kryetarin e komunës së Ulqinit, si dhe me drejtues të partive politike shqiptare në Malin e Zi, ndërsa marrëdhëniet dypalçe i konsideroi të thella në të gjitha nivelet politike, ekonomike, kulturore, njerëzore.